sistemet demokratike, prezumimi pafajësisë, pafajshëm deri në verdikt, deri në vendimin final, është bota e demokracisë liberale dhe pjesa tjetër e totalitarizmit është që ti je i fajshëm deri në verdikt, deri në vendimin final. Dhe kjo gjykatë kam përshtypjen që ka kalu në terene totalitare, duke përjashtu demokracinë liberale dhe mënyra se qysh i ka trajtu ata njerëz që janë atje, është tipike totalitare, sepse vënja gisht në ta në kuptimin e ngutisë edhe në kuptimin e artikulimit juridik ku mungon ligji si fokus, po politika është interpretimi edhe premisa e tyre, është shqetësuese. Dhe qytetaria këtu në Kosovë mund t'ja bëj me dije asaj gjykatës që duhet të demokratizohet ose ta ndihmojmë që të demokratizohet. Kjo nuk është formë cinike e artikulimit, po evidentim zinxhiror i veprimeve të tyne, sepse shpeshherë është kriju atmosfera dhe perceptimi këtë shoqëni që ata kanë interpretimet njanshme politike dhe për hesape të balancimit ose shpërndarjes së fajit janë fut në këto lojra. Po nuk duket krejt e rastishme, sepse nëse rikthehemi proceseve gjyqësore në Kosovë pas luftës dhe trajtimit të pjesëtarëve të UÇK-s nëpër ato gjykata, e kam përsërit shpeshherë që të krijohet përshtypja që jem të fol për armatën e Kinës e jo një grusht gueril që ka qenë në Kosovë. Do të gati gjysma e tyre edhe i tërë zinxhiri komandues janë të trajtuar, për mos me thotë të keq trajtuar prej secilës administratë ndërkombëtare këtu mas luftës. Mos të harrojmë. Në fakt ka ma shumë raste penale për njerëzit e Kosovës dhe të UÇK-s. Po, nëse ndalim me pak të gjitha miku, secili komandant i zonës ka qenë në proces. Është edhe ajo asimetri, po pika e zezë e deformimit të interpretimit juridik fillon me salustron edhe tendencën e tyre për të shfuqizu politikisht njerëz që lidhen ose asociojnë me luftën. Nëse i rikthejmë skandalet e kalume, emailat që kanë dalë në komunikim, e sheh siklete tipike politike pa fokus për ligjin edhe juridikën. Këto janë, do të thotë, pikat ku e tregojnë qartë që ajo gjykat është puro politike. Mirë, do të flasim pak më vonë për këtë, por më lejoni në parim